Përshëndetje të dashur teleshikues të UTV News. Puntatën e ditës së sotme do ta dedikojmë në mënyrë të pashmangshme ngjarjeve që kanë ndodhur së fundmi dhe pikërisht vrasjes së një prej komandove të forcave tona në Afganistan dhe një herësh plagosjes së tjetrit i cili është në gjendje të rëndë kome, pra në gjendje të rëndë për jetën. Megjithatë ka pasur lajme të mira që ka një përmirësim të ndjeshëm të situatës së tij, ndërkohë që pas ditën e sotme pritet, ashtu sikurse është lajmëruar dhe më herët dhe nga Ministria e Mbrojtjes, edhe pse nuk ka një orar të saktë që të vide trupi i pajet i njëri prej komandantëve shqiptar pra që kanë humbur jetën e tyre, ka humbur jetën e tij pra në Afganistan. Do të flasim për këtë situatë të vështirë për familjarët veçanërisht, por njëherë është një situatë vështirë dhe për të gjithë ne, sepse kjo është përvoja e parë e hidhur që Shqipëria ka pas kontributeve të gjata si vend antar i NATO-s, por edhe si një vend që ka shoqëruar gjithë një misione paqëruese në vende me probleme siç është Afganistani. Unë kam kënaqësinë të kem të ftuar sot në studio ish presidentin e Republikës, zotin Alfred Mojsiu, dhe një herësh ushtarak i lartë karriere dhe ish kryetari i shoqatës së Atlantikut të Veriut. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, zotë Mojsiu. Faleminderit. Përpara se të nisim bisedën dhe përpara se të ndjekim dhe një material të përgatitur i cili na flet pak edhe për zhvillimet që po pëson tërheqjen, që po pësojnë në fakt dhe forcat ushtarake të NATO-s nga Afganistani, ajo çka po përgatitet të ndodhi, do doja që të ndaleshim pak tek situata edhe e rëndë vërtet që po përjetojnë edhe familjarët dhe të afërmit. Sigurisht që të dy komandantët, njëri është akoma e paqartë jeta e tij dhe tjetri tashmë pritet të kthehet trupi pa jetë. Keni një mesazh për ta, zoti Mojsiu? Sigurisht në radhë parë unë dua të shpreh edhe një herë ngushëllimet e mia të thella familjes së kapiten Fetivoglit, i cili dha jetën në krye detyrës në Afganistan, me mijëra kilometra larg familjes dhe atdheut, dhe t'ju uroj shërim të shpejtë nëntërtarit Aleksandr Peca, i cili gjithashtu shpresojmë që të dalë me sukses nga operacione dhe nga gjendja aktuale, duke uruar familjarëve që ta shikojnë në mirë njeriun e tyre. Është ju dele thatë, forcat tona kanë 9 vjetë që në 2003 që janë në ato zona, dhe është një periudhë e gjatë dhe tani në falë Zotit nuk kemi pasur viktima, kemi pasur plagosje dhe gjërat të këtij karakteri, po kjo është viktima e parë e një ushtaraku që bie në krye detyrës duke qenë pjesëtar i forcave paqëruese në komandën e NATO-s. Do të them këtu që sikur se thash, ta kanë që në vitin 2003, neve kemi qenë në të parë të vende, jemi përgjigjur thirrjes. Në fillim, kërkuan në fillim forcat tona në Irak dhe bëvoll kanë vajtur këta në Afganistan. Unë këto forca i kam vizituar personalisht në 2004, kam qenë në shkurt në Irak, në Mosul, nësa në gusht kam qenë në Afganistan. Në atë kohë, forcat tona, po kishim pak si në Irak dhe në Irak kishim një kompani, nësa këtu kishim edhe një togë në Afganistan, në Kabul, në kuadrin e ISAF-it. Këto forca ishin bashkë me një togë makedonase, përësisë makedonase, dhe merrin pjesë në një repart ushtarak turk. Cili ishte roli i tyre, misioni që roli i tyre fillestar ka qenë thjesht për të ndihmuar mbajtjen e rregullt të qetësisë patrullimit në qytetin e Kabulit. Kjo është detyra e tyre. Më vonë pastaj mbas bëm takimin në 2003 në Tiranë, pakti i Adriatikut 3, midis Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kroacisë, është dërguar dhe një ekip mjekësor në Afganistan për bërë nga specialistë shqiptar, maqedonës dhe kroat, dhe të cilët punonin gjithë së bashku. Ky ka qenë kontributi i dytë, si thosh Joni,
për në Afganistan. Ndërsa më vonë, janë ndërkuar dhe reparte për të marrë pjesë në luftime. Pak punë përpara u dërguan edhe disa ushtarak edhe forcat policisë për të marrë pjesë në përgatitjen, në stërvitjen e forcave të sigurisë të shtetit afgan. Në fakt, ajo çfarë ka ndodhur është ende e paqartë, ne nuk e dim situatën në të cilën janë gjendur të dy komandantët, pra pikërisht Feti Vogli dhe Aleksandr Peci. Megjithatë, hetimet janë duke u zhvilluar dhe ndoshta do të kemi edhe një version zyrtar. Ajo çfarë është zyrtare deri më tani është fakti që NATO ka nisur procesin e gjatë të dorëzimit të sigurisë pikërisht tek forcat afgane në kuadër edhe të politikës ndërkombëtare që po ndjek edhe presidenti i Shtetit Bashkuar Barack Obama për të tërhequr trupat amerikane, por një herë është në këtë linjë janë dhe vende të tjera të cilat kanë një përfaqësim shumë të gjerë në ushtrinë e Atlantikut të Veriut, sikurse është Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania. Për këtë do të ndjekim në këto momente një insert i cili na shpjegon situatën e deri më tanishme të strategjisë së tërheqjes së trupave të Atlantikut të Veriut nga Afganistani dhe në këto kushte a jemi ndoshta më të ekspozuar nga rreziku. Ndjekim materialin në vijim dhe rivim pas pak në studio. NATO ka nisur procesin e gjatë të dorëzimit të sigurisë tek forcat afgane. Provinca e parë që kaloi në kontrollin e tyre ishte Bamiyan, duke i hapur kështu rrugën të tërheqjes së ndërkombëtarëve nga Afganistani. Kjo do të thotë plotësisht në 2015, por janë gati afganët të ruajnë sigurinë e tyre. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të udhëheqin vendet e tjera të NATO-s. Presidenti amerikan Barack Obama është shprehur se trupat e mbetur rreth 68.000 do të tërhiqen nga viti 2013. Britania e Madhe, kontribuesi i dytë më i madh i NATO-s, do të tërhiqet në 2015, ndoshta edhe më herët nëse lejojnë kushtet. Franca do të kthejë në atë dhe 4.000 trupat e saj. 1.000 pritet të mbërrinë në fund të këtij viti. Ndërkohë, Gjermania, e cila garanton kontingjentin e tretë për nga madhësia, deklaroi se po harton strategjinë e tërheqjes së 5.000 trupave të tjerë. Pas deklaratës së presidentit Barack Obama për tërheqjen e trupave në vitin 2010, pati një rënje të viktimave në radhët e trupave, nga 711 në 2010 në 260 në 2011, megjithëse është shënuar progres në Helmand dhe Kandahar, ku NATO ka një forcë më të vogël, ato mbeten dy provinca të paqëndrueshme. Misioni ISAF me kontribues të madh Shtetet e Bashkuara dhe 50 vende të tjera është pikërisht të reduktojë sulmet e militantëve, të mbështesë rritjen e aftësisë së trupave të sigurisë afgane dhe t'i hap rrugën përmirësimit në qeverisje dhe zhvillimit socio-ekonomik në Afganistan. Përparësia e ISAF-it është të trajnojë ushtrinë dhe policinë afgane përpara tërheqjes. Me $2 miliard në javë, operacioni është një shpenzim i madh burimesh për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, sa i takon viktimave në radhët e civilëve, ato mbeten në nivelet më të larta që prej shembjes së regjimit të talibanëve. 6 muajt e parë të 2011 ishin më të përgjakshmet për afganët prej nisjes së luftës në vitin 2001. Shumë njerëz humbën jetën nga shpërthimet e bombave të vendosura në rrugë nga talibanët. Jetët e humbura në radhët e koalicionit të Atlantikut të Veriut janë shtuar prej 2005 në 2010, kur ishte edhe viti më i përgjakshëm, e deri në maj të 2011. Bomba dhe snajpere janë përdorur për të vënë në shënjestër ushtarët ndërkombëtar. Me shtimin e viktimave në radhët e trupave të huaja, janë shtuar edhe debatet në SBA, Britani dhe vendet europiane për angazhimin e ushtrive të tyre. Generalët e ISAF-it thonë se zhvillimi pa siguri është i paarritshëm dhe siguria pa zhvillim është e pakuptimt. Ata thonë se misioni në Afganistan është për të sjellë paqe dhe stabilitetin afatgjat. Nëse detyra e ushtrisë është të sigurojë vendin, kërkon gjithashtu paralelisht rindërtimin dhe zhvillimin. Në disa zona ISAF është më i angazhuar në ruajtjen e paqes apo rindërtimin dhe jo në luftime. Aktivitetet e saj janë rindërtimi i shkollave dhe spitaleve të dëmtuara, furnizimi me ujë, riparimi i infrastrukturës së dëmtuar dhe mbështetje në qeverisje lokale. Terreni vështirë Afganistani me sa duket, ka shkaktuar edhe këtë tërheqje qoftë për shkak të premtimeve politike në prag zgjedhjeve që ka dhe Shtetet e Bashkuara, po në një mënyrë se një tjetër forcat e NATO-s po tërhiqen zoti Mojsiu. Afganistani ka një histori të veçantë. Në me gjithë vendet e tjera ku janë bërë lufta koloniale ose lufta shqiptare, apo të karakterit të ndryshëm. Në atë parë ato akoma nuk kanë traditën e duhur për shtet. Është një popull që është i njohur për mungesë shtetërveni. Ata patën një dinasti mbretërore, e cila dhe ajo funksionon me fise.
duke mbajtur kryetarët e fisëve pranë me mënyra nga më të ndryshme, duke joshur. Dhe po të shikosh Afganistani në shekullin 19 ka qenë pushtuar nga anglezët dhe ata nuk ndetën më shumë se afro 50 vjet. Dhe u detyruan, u larguan pra di pikërisht nga lufta guerrille, nga ato pamundësia për të qëndruar atje. Dhe ka qenë vetëm një koloni në cilën anglezët u tërhoqën në këtë mënyrë. Kolonitë e tjera që ata kanë pasur gati 500 milion koloni në gjithë botën, u tërhoqën në gjysmën e dytë të shekullit 20 kur filluan të jepen pavarësia dhe në krijimin e kushteve të reja. Rusët dihet përfunduan me shumë turp, lanë me mira të vrarë atje, plagosur, dhe kur ikën, domethënë, u larguan dhe lanë Afganistanin në gjendje shumë kaotike, në gjendje e luftës civile. Dhe erdhën talibanët, të cilët më informacioni që shumë i pakët nuk dihet që bëjë atje, por ata zotëruar me ligjin e shariatit. Dhe ju keni parë që hoqën gratë që femra nuk shkojnë në shkollë, edhe i letruan të veshin të veshin e burkët që quajnë, pra kaluar në një prapambetje vërtet shumë të madhe. Dhe po të shikoj që janë një popull që janë mësuar të përballojnë luftën, e duan luftën, e quajnë si profesion me sa duket luftën, dhe arrin e jetojnë me sa të munden e si të munden. Pikërisht pra në këto kushte është ka vizësi, në fakt. A janë të përgatitur mund të themi forcat tonë? Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Aleanca Atlantike pikërisht janë munduar që ta fusin edhe këtë popull në vazhdën e një jete civile bashkëkohore. Po pikë pari duke ndërtuar atje demokracinë. Duke vendosur një rend demokratik. Mi po me sa duket kjo ka ecur me shumë ngadalësi, me shumë vështirësi. Dhe mjaft afganët që janë qenë në vende perëndimore të shkolluar, kështu se kanë shumë të shkolluar në fakt, janë kthyer për kontribuar në vendet e tyre. Një pjesë janë të rregjur, një pjesë kanë në jetën, janë brarë në të vërtetë e ndryshme të luftës civile. Pra është një situatë vërtet shumë e paqartë. Në këto kushte janë të përgatitura forcat tona të armatosura mjaftueshëm të kualifikuar. Ju e njihni, sepse keni ndjekur edhe kur keni qenë sigurisht presidenti i Republikës, një herësh edhe kryetari i shoqatës së Atlantikut të Veriut. Pra, njihni trajnimet dhe kualifikimet që bëhen. Sigurisht që situata aty ka qenë shumë e ndryshuar. Kur kam qenë në vitin 2004 për vizitë, kam takuar komandantin e forcave të NATO-s, ishte një general francez. Edhe ai më informoi mbi situatën. Dhe ishte problemi më i vështirë ishte Kandahari. Dhe situata që tregoi ai ishte pikërisht sepse fiset kanë ato kryetarët e tyre dhe ata janë të prirë për interesat e tyre të ngushta. Megjithatë, ai atëherë situata më paraqiti jo keq. Po ecë mirë. Më vonë u rigjallëruan talibanët, të cilët vërtet unë nuk e di me saksi sa forca kanë, thonë që kanë rreth 20.000-25.000 forca, që nuk janë në gjë e madhe, por puna është sepse ata përdorin metoda domethënë shumë të egra. Terrorizojnë popullin